Dhe për një kohë të gjatë, gjithçka tregonte se kjo ishte pikërisht ajo që do të ndodhte. Derisa Brandon gjeti diçka që nuk kishte asnjë lidhje me gjitha të pleh. Ishte zbulimi i jetës së tij. Çfarë dreqin po bënte kjo gjë këtu? Ndërsa Jimmy po dërgonte ngarkesën e parë të mbeturinave drejt deponisë, Brandon po e mallkonte në heshtje emrin e tij. Çfarë humbje kohe ishte ky garazh? Ata kishin paguar për kënaqësinë e pastrimit të plehrave. Brandon lutej që të paktën të kishte një send të vetëm që ja vlente të gjendej aty brenda. Ju desh mjaft kohë, duke kaluar mes mbeturinave të pavlera, por më në fund, ai gjeti diçka. Diçka që kurrë nuk do ta kishte imagjinuar se mund të gjendej në atë vend. Ai dyshonte fort se askush tjetër nuk kishte dieni për ekzistencën e saj, dhe ishte i sigurt për një gjë. Nuk kishte ndërmend të njoftonte asnjë pronar apo shitës të mëparshëm,